Një mjek 40 vjeçar në Gjermani është vënë në hetim për një rast tronditës ku ai akuzohet për vrasjen e 15 pacientëve, duke u administruar qëllimisht doza vdekjeprurëse medikamentesh. Viktimat ishin pacient paliativ, persona në fazat e fundit të jetës që trajtohen për lehtësimin e dhimbjeve. Sipas prokurorëve gjerman, mjeku dyshohet se ka vepruar në mënyrë të qëllimshme në disa shtete të ndryshme të Gjermanisë, ku kishte punuar gjatë viteve të fundit. Ai është arrestuar në gusht të vitit 2024 dhe ndodhet ende në paraburgim. Emri i tij nuk është bërë publik për shkak të ligjeve gjermane të privatësisë. Fillimisht ai dyshohej për përfshirje në 4 vdekje të dyshimta në vitin 2023 dhe për tentativë për fshehjen e provave duke i vënë flakën banesave të viktimave. Por hetimet kanë zbuluar edhe 11 raste të tjera që datojnë deri në vitin 2021 dhe autoritetet thonë se numri i viktimave mund të rritet ndërsa hetimi vazhdon. Prokuroria kërkon gjithashtu që mjekut t'i ndalohet përjetësisht ushtrimi i profesionit. Një ekip i posaçëm hetimor është krijuar për të shqyrtuar dosjet mjekësore të pacientëve dhe janë planifikuar edhe zhvarrime për të hetuar më tej rastet e dyshuara. Ky rast ka shkaktuar tronditje në opinionin publik gjerman dhe ka ngritur shqetësime serioze mbi mbikëqyrjen e praktikave mjekësore në trajtimin e pacientëve në faza terminale.